Po shohim që qeveria po i shmanget përgjegjësive veta për të shpallur gjendjen e emergjencës. Kjo do thotë që dëmshpërblimi i banorëve do të ngelet në vullnetin e tyre dhe jo si një detyrim. Kështu që ne kërkojmë shpalljen e gjendjes së emergjencës dhe mbi gjitha hetim për çfarë ka ndodhur mbi gjitha në Durrës, sepse nuk është hera e parë që Durrësi përmbytet, edhe zona tjera në Shqipëri. Ai që shohim ne është se ka bllokim të kanaleve nga ata në fakt të cilët kanë marrëveshje me institucionet. Banorët ne kemi bërë kontaktime të gjithë mbështetësve televizjes bashkë dje, kemi folur me banorë të cilët janë në izolim, asnjë nga institucionet nuk ka shkuar pranë këtyre banorëve, mund të kenë nevoja shëndetësore, mund të kenë nevoja për produkte të tjera ushqimore, kështu që nuk ka akoma persona të cilët ndodhen në izolim. Ka njerëz të cilët janë dëshpëruar, pasuria e vetme që kanë në shtëpi atyre. Dhe duke qenë se shtëpia e tyre ndodhet në ujë dhe institucionet vazhdimisht i shmangen përgjegjësive, vazhdimisht nuk i japin atë çfarë takon dhe kur vjen momenti i dëmshpërblimit të tyre dhe po e shohim që qeveria po e shmang, pavarësisht se thotë kemi shpallur gjendjen, si thua jep urdhër për evakuimin e banorëve, nga ana tjetër nuk siguron as ku do shkojnë këta banorë, as kush do bëj transportin e këtyre banorëve, a do të ketë ushqime dhe kushte tjera higjienike të cilat ju duhet dhe më pas mbi gjitha çfarë do ndodhi pas. Se ku do kthehen këta njerëz? Ku do kthehen? A do kenë sërish shtëpitë e tyre? A do marrin dëshpërblimin që u takon për këtë dëm i cili, le ta themi, është institucional, nuk është i natyrës. Të themi që natyra e ka faj, ndërkohë që ne jemi ata të cilët duhet ta përmirësojmë dhe të krijojmë infrastrukturën e nevojshme që këto ne të jetojmë një jetë normale. Faleminderit.